Por a është normale kjo situatë apo nuk është sipas juve? Jo, absolutisht normale s'ka qenë prej 9 shkurtit 2025. Absolutisht, për shkak se Partia Lëvizjeve të Vendosje edhe Albin Kurti ka pas tana mundësit mi kriju institucionet pa asnjë problem. S'ka pas në historinë e Kosovës parti që i ka fitu 50%, përmi 50%, edhe që nuk ka ndërtu institucione. Partit me 30% i ka ndërtu institucionet këtë vend. Nuk e kanë lënë vendin pa institucione. Kjo është komplet, është në fakt përgjegjësi e Albin Kurtit, i cili nuk ka qenë interesu me kriju institucione, arsyet i dënajt më mirë vetë. Pse? Po vazhdon, fatkeqësisht po vazhdon sërish me të njëjtën plan. Edhe unë po e shoh që vendi ka më shku prapë në zgjedhje, nuk po shoh zgjidhje në këtë farë pune. Edhe do të kemi sërish zgjedhje, tani ato zgjedhje çka prodhojnë na nuk e dim, po të shohim. E qartë, zotri Osmani, a e konsideroni që Kurti po vazhdon me të njëjtin plan ashtu siç thot Çala? Nuk du me besu, jo vetëm Kurti, po nuk du me besu asnjë herë